Të paktën 21 persona janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur, ndërsa po shkonin për të marrë ushqime në një qendër për shpërndarjen e ndihmave në rripin e Gazës, tha një spital fushor i kryqit të kuq dhe disa dëshmitar. Dëshmitarët thanë se forcat izraelite hapën zjarr ndaj turmës së njerëzve që ishte afër 1 kilometër larg qendrës së ndihmës. Zyrtarët në spitalin fushor thanë se të paktën 21 persona janë vrarë dhe 175 të tjerë janë plagosur, por nuk treguan se kush hapi zjarr ndaj tyre. Një reporter tha se ka parë 10 persona duke u trajtuar në këtë spital. Shpërndarja e ndihmave nga Fondacioni Humanitar për Gazën, shoqëruar me kaos dhe 10 dëshmitar, kanë thënë se trupat izraelite kanë hapur zjarr ndaj turmave pranë qendrave të ndihmës. Para të dielës të paktën 6 persona u vranë dhe më shumë se 50 të tjerë u plagosën, sipas zyrtarëve lokal shëndetësor. Fondacioni ka thënë se kontraktor privat të sigurisë ruajnë qendrat e tij dhe ata nuk kanë hapur zjarr ndaj turmave, ndërkaq ushtria izraelite ka pranuar se ka hapur zjarr në raste të mëhershme.